Nëse Hashim Thaçi dënohet, çdo gjak i derdhur në Kosovë shkon dëm. E teksa ne ruajmë bindjen e pafajësisë në heshtje, armiqt tregojnë më këmbgulës se kurrë. Kjo më kujton historinë e lepurit që urrente Luanin mbret se ky i fundit përtonte të shkonte në gjuhëtie, po ushqehej kryesisht me familjarët e Vezhgjatit. Mendoi ta vriste, por nga që vet nuk e bënte dot, e kafshët e tjera donin ta hanin gjithashtu, mendoi që idenë e tij ta ndante me kopen e milingonave. Plani ishte i qartë. Milingonat, kur ta gjenin të pambrojtur Luanin, do i vërsuleshin e tinëzisht do e kafshonin derisa të ngorte. Ato pranuan, dhe teksa Luani po flinte me familjen e tij në lisin hierënd, shkuan drejt tij, i pushtuan të gjithë trupin e u përqendruan tek syt që ta verbonin sapo t'i hapte ato. Në gjykatën speciale të Kosovës, në Hag, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi po gjykohen prej prillit 2023 për krime lufte. Serbët janë investuar me dëshmitar e dëshmi të vërteta ajo që t'i mbyllin përjet atje, por e vërteta është në anën tonë dhe liria nuk gjykohet. Luani u zgjuajt me rruar dhe sa hapi syt të kuptonte ku ishte, ato synuan ta kafshonin. I mbylli qepallat me forcë, duke i lënë në vend dhe vrapoi drejt pellgut aty pranë. Me të futur në ujë, milingonat nxituan të shpëtonin nga mbytyja dhe braktisën misionin. Luani bëri edhe 2-3 zhytje të vrullshme, pastaj doli në breg, ku i dha një të shkundur të fortë trupit për t'i larguar nga gëzofi i tij të gjitha insektet. Jepini zemër Luanit. Liria ka emër.